Një fenomen i jashtëzakonshëm ka ndodhur sot në orët e para të mëngjesit në Angli, më konkretisht në qytetin e Birminghamit. Si shpesh shikoni edhe vet, pra një stin dimri me reshe apo me fluska dëbore, pra me një mot të dendur. Shikoni pra, dikush mund të thotë se mos ndoshta kjo video është montazh, apo është modifikim i ngjyrave, apo ndryshim ku ta diun efekte, lloje, filtera të ndryshëm. Mirë, po realiteti qëndron komplet ndryshe. Pra, si shpesh shikoni edhe vet, arsyet se pse ka ndodhur nuk e di. Disa sipas shkencës thonë që janë përhap shumë kimikale në hapësirë, prandaj ka ndryshuar ngjyra e qiellit, pra në ngjyrë roz. Ndërsa të tjerë sipas religionit pretendojnë se kjo mund të jetë shqetësuese. Mirë, po cili është realiteti nuk e di dhe pse kjo ka ndodhur apo vazhdon të ndodhë. Nëse keni ndonjë ide apo mendim të qartë, shkruani në koment sepse po më intereson shumë edhe është hera e parë që në jetën tem po shoh diçka të tillë. Një aror ngjyrash të cilat mund t'i hasim vetëm në qytetet, në shtetet, në territoret e ftofta skandinave.